Çfarë përfitohet nga besimi në Allahun? Besimi në Allahun, një të vetëm e të pashoq, e pastron njeriu plotësisht prej nënshtrimit ndaj krijesave, sado të mëdha qofshin ato krijesa. Besimi në Allahun e madhruar i unifikon të gjitha energjitë e njeriut në drejtim të një qëllimi të vetëm. Ky besim e ruan njeriu nga humbja dhe rrëshqitja në humnerën e idhujtarisë e të humbjes. Shoqëria që bazohet te besimi është shoqëri energjike dhe frytëdhënëse. Besimi në Allahun është i pandar nga përpjekja për t'i shërbyer njerëzve dhe për t'i lehtësuar atyre dhimbjet. Besimi është lidhja më e fuqishme me Allahun e madhruar. Ai e mbron njeriu nga smundjet shpirtërore. Pasuesit e profetit Muhammed, profeti i mëshirës dhe i drejtësisë, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, nuk zotronin prej shkaqeve të triumfit veçse besimin në fenë e tyre të drejtë e të vërtetë. Kurani i Shenjtë kërkon që njeriu besimtar të jetë i fortë në besimin e tij, siç thuhet në një hadith se besimtari është si mali që nuk e lëvizin fortunat, qofshim prej besimtarëve të vërtetë e të devotshëm.